por nuk do bëhet zgjedhje, unë ta kam thënë, unë e di që nuk do bëhet zgjedhje kur, ndaj nuk kam as lloj mendimi, nuk jap mendim për këtë punë, është kot që të diskutoj. Duke qenë se i referohemi njoftimit zyrtar tashmë mbi zgjedhjet, prandaj. Këta i bëjnë qefin vetës, këta e din mirë që nuk do bëhet zgjedhje. E din, po bajnë afër simpatizantë e tyre, mbështetësit e tyre, të mos bien moralisht. Në fakt, një 10 veta që ishin që shoqërojnë se ky Elifat Mirxhafa këtu para gjysmore të këto zyra që kanë aty me një shpur, një 10 veta, sa ishin 12 veta. Dhe gjë e parë që i thash Zurdo zotëri thash, u kritikova partije dje Vudjobat i thash, Vudjobën i thash. Pra, dhe zgjedhje nuk do bëhen, thash. Thua tha nuk do bëhen, po të them unë thash që nuk do bëhen zgjedhje, mos u loni kot. Me i dha të punë për ju, vazhdoni punën siç e keni, thash. Pra, të dish, dua të them që unë kam them dhe i qëndroj asaj fjale që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet emisarit dhe vizionarit, misionarit shqiptaro-amerikan, që nuk do bëhen zgjedhje. Tani në këtë botë gjithçka ndodh. Si komentoni pasuritë e sekuestruara, por edhe të konfiskuara që kanë dalë në sipërfaqe sa i përket atyre të dhëndrit të Berishës, por edhe të ish bashkëshortes së Ilir Metës, Monika Kryemadhi? Më kujtua Monika me atë fjalën, me atë që tha atëherë në intervistën që bëri me televizioni Agon, ish televizioni Agon, që tha, Sasha tha, për macën e saj ka 2 tualete, tha. Imagjino se ku kanë arritur ata me vjedhjet e tyre. Dhe unë nuk e di pse po i vonojnë. Domethënë, akoma mendojnë se do shpëtojnë. Sekuestrimet që janë bërë, duhet urgjentisht, jo sekuestrim, o të dalin në ankand dhe të jepen qytetarëve shqiptarë, të shiten, sepse është mall i vjedhur. Ku i gjetën parat për zotëri për këto prona që kanë bërë? Pse nuk thonë sa të ardhur kanë, sa shpenzime kanë, çfarë kanë mbetur, si i morën këto, si i fituan? Jo më janë para, janë mall i vjedhur, janë mall hajdutësh. Prandaj do të, jo vetëm që do të janë sekuestruar, por do t'i paguaj, do të shpërnësohen. Do shpërnësohen. Këta që për një certifikat pronësie në hipoteka vete heq të dhite ullirit, qytetarë shqiptarë, dhe më në shikojni në emisionet e mëngjesit që japin këta 1-2 televizione që flasin qytetarë shqiptarë, ditë për ditë po ankohen për poshtërësit dhe për vjedhje dhe për grabitjet, sorollatjet, mashtrimet që u bëjnë zyrtar të këtij pushteti dhe nuk u japin letrat e pronave të tyre. Këta zotëri me hajdutllëqe e kanë fituar, me vjedhje e kanë fituar 145 që morën pushtetin morrat e kuq dhe me vjedhje po e vazhdojnë dhe tani. Nuk ka ndonjë dallim pjesa tjetër që quhet opozit. S'ka opozit në Shqipëri. Nuk ka, janë bashk, hanë bashk, vjedhin bashk. Po të them vetëm kaq, në të gjitha gratacelet që janë në Tiranë, Sali Berisha ose Ibiri, nuk e di kush nga ata të dy, ka 50% aksione. Ku i gjetën parat? Ku i gjetën, more? Pse nuk del Sali Berisha tot kush me çfarë pagoi atë amerikani që ka ardhur aty për t'i bërë fushatën, me çfarë pagoi? Pse nuk e thot? Të dalën të thonë qytetarëve shqiptarë se ore, nuk janë vetëm unë që e kërkoj këto. Janë të gjithë demokratët, por kanë frikë të flasën, sepse shqiptarëve akoma nuk u ka ikur frika. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Menduam që në 91-shin e 92-shin vram frikën. Si të vërtet, frika pas ka ngelur brenda mendjes dhe zemrës së shqiptarëve, nuk u ikën frika. Dhe prandaj unë u them që çohuni dhe denonconi pislliqet që kanë bërë, qoftë Saliu, qoftë Dhëndri, qoftë Ibiri, qoftë Monika, qoftë Iliri, kushdo që të jetë. Ishte Sali Berisha në pushtet me Ilir Metën kur u vë fesari krapës. Dhe akoma s'ka dhënë njëri llogari. Akoma. Të kalojmë pak në kampin opozitar ku Berisha ka deklaruar se do të vijë konsulenti i tij fushatës për zgjedhjet e 11 majit, Kris Lasivita, dhe në momentin që ai do të vinë në Shqipëri, do të jetë surprizë për Edi Ramën, ai sa mund të godas edhe kokën mbi tavolinë. Çfarë do të thotë kjo deklaratë e Berishës kundrejt kryeministrit Edi Rama?
Mashtrusi binjak siamez i Edi Ramës. Mashtrusi binjak siamez i Edi Ramës. Gënjen. Lasivita nuk e llogarit njeri i fare dhe Lasivita nuk ka treguar se nuk ka dhënë burimin sa para i ka paguar Sali Berisha dhe Sali Berisha na thot ku i gjeti para $2 milion që ka paguar Lasivitën. Ku i gjeti? Se këta heqën të varfër. Këta thonë skemi. Në një kohë që kanë vile, gratacieli, kanë pallate, kanë drejt me të birin, çfarë s'kanë, çfarë nuk kanë. Dhe këta dridhen si gjarë për një shkop për të ruajtur pasurinë e vjedhur shqiptarëve, për të ruajtur paratë e vjedhura shqiptarëve. Jo zotërin, ai Lasivita nuk vjen më këtu, sepse nuk do vi më, se nuk do bën zgjedhje. Dhe ky gënjen simpatizantët e tij, vazhdoni o demokratë të mi, vazhdoni, ikni pas Sali Berishës, se do të bëj Çirakse që bëri ka 12 vjet që na bën xhiro në bulevard, se do rëzoj sot Edi Ramën dhe do t'i marrë të keqen nesër, në fakt ata në unison me njëri tjetrin. Ata të tëra gjëra që bëjnë bashkë. Pa përjashtimi bëjnë bashkë, mos u duket çudi shqiptarëve. Ata gënjejnë, mashtrojnë, shfrytëzojnë, vjedhin, shtypin, vrasin bashkë. A mendoni se kryeministri Edi Rama do të goditet sa i përket dosjes me Gonigal, duke qenë se amerikanët e kanë në dorë këtë dosje dhe përfaqësuesit amerikanë të Obdatit janë rikthyer sërish në SPAK? Unë kam besim të drejtësia amerikane dhe të shërbimet amerikane të inteligjencës. Por kam bazoj besimin edhe në një faktor tjetër që përderisa Edi Rama arriti dhe rekrutoi numrin 2 të FBI-t, të FBI-s amerikane. Për ata është rrezik kombëtar Edi Rama, nuk është pak, është shumë i rrezikshëm. Dhe prandaj them që Edi Rama do arrestohet mbasi të bëhet qeveria teknike këtu në Shqipëri. Unë prapë bëj thirrje shqiptarëve, shkoni më tek partia Shpresa Demokrate Shqiptare, se siç e shikoni, partia Shpresa Demokrate nuk merr pjesë në zgjedhje, nuk është regjistruar fare për të votuar. Si thoni, nuk do partia Shpresa Demokrate Shqiptare që të vinë pushtet? Patjetër që do, por jo me këtë lukuni uqërish, dhe jo me këto banda gangsterësh marksist-leninist që qeverisin Shqipërinë sot e 80 vjeç. Pra, fakti që nuk merr pjesë Aleanca, Shpresa Demokrate në zgjedhje, flet shumë i thotë të tëra, për ata që kanë shtynë ballë, ndërsa kthimi i oficerëve të Obdatit dhe ndjekja e Edi Ramës është e padiskutueshme. Ka mundësi që Edi Rama të ketë vajtur në Greqi të kërkojë strehim këto kohë, tani që vajti. Sepse e di se që pret. Edi Rama e di mirë, e di fare mirë, jo mirë, po e di fare mirë. E ka plotësisht të qartë. Dhe gjithmonë misionari shqiptaro-amerikan i a thot Shqip, Edi e ke vëndin në Burg i thot. Ke qenë në Burg në Francë, ke bërë atë, ke bërë që a thot të tëra, prandaj largohu. Mirë po e që nërë me komforcit se mbështetet tek Athina, te Beogradi dhe te Moska. Po para Amerikës nuk i shkon. Ka mbaruar e punë. Pra, ata do të arrestojnë Edi Ramën. Dhe do jap llogari Edi Rama për ato që ka bërë dhe për atë krim që ka bërë kundrejt shtetit amerikan. Me Gonigalli, a e di mirë se që pret atje, po që i takon drejtësisë amerikane dhe nuk më duhet gjë mua se do bëjnë ata në vendin e tyre. Shpresoj dhe uroj që bashkë me Gonigallin të marrin dhe këtë me Gonigallin ton edhe ta çojnë aty ku duhet.